Çdo kush që jeton në Shqipëri apo diasporë e di që gjërat këtu nuk shkojnë vaj. E di që qeveria e Edi Ramës është një nga qeveritë më të korruptuara të Europës. Dhe diaspora ka të drejtën kur kërkon vëmendjen e shtetit am. Por imagjinoni, njerëzit të cilët e kanë lartësuar flamurin kombëtar do duhet t'i japin dorën atyre të cilët e kanë shkatruar kombin shqiptar. Do të duhet t'i japin dorën atyre që kanë krijuar diasporën, atyre që i kanë bërë shqiptarët të mos e zhvillojnë dot këtu veten e tyre. Imagjinoni, në një takim të përbashkët të këtyre, të atyre që lartësojnë dhe atyre që janë të korruptuar dhe shkatrojnë. Nëse mendoni se Edi Ramës intereson diaspora, e keni gabim. Nëse mendoni se intereson ekspertiza atyre, e keni gabim, sepse e shihni se si i ka i ministrat e tij, sekretar që çojnë përpara vetëm vullnetin e Edi Ramës. Vetëm vullneti i tij është që të shërbejë oligarkisë ekonomike. Edi Rama sa herë që ndihet keq në sondazhe, atëherë fillon dhe valvit flamurin e patriotit. Po për të, diaspora janë thjesht numra, para edhe vota. Ndaj mos u besoni atit dhe mos e mbështesni atë që ka shkatruar Shqipërinë dhe shqiptarët.